Çfarë do i thojë një tëriu shqiptar i cili është sot në Europë, është në Amerikë, ka një trajnim, ka një shkollim, ka një skill, një aftësi. A do i baje thirrje për marrë në Shqipëni? A mundet me ndërtu dikush jetën në Shqipëni? Që t'i ftoj të vinë është pak e vështirë, por që ajo që u them është që para se të ikin, të shikojnë mundësitë që kanë në këtë. Ne tani, unë besoj që shumë shpejt, do shta edhe një dekadë tjetër, do të vi fundi këtij tranzicioni që ka zgjatur në Shqipëri. Kështu që u dua t'u them më tepër, t'i këshilloj që ato talente që keni, përpiqeni të investoni këtu. Njoh shumë të rinj që janë bërë shumë të suksesshëm. Njoh shumë të rinj me iniciativë të cilët ja kanë dalë. Njoh shumë familje, burrë dhe grua që nisën nga hiçi, nga zerua dhe arritën të ndërtojnë jo vetëm për veten e tyre, por edhe për të krijuar një shkollim më të mirë për fëmijët e tyre. Shumica e njerëzve më thonë që ne ikim për fëmijët, kur nuk kanë asnjë fëmijë ende. Sa janë lidhur për shumë. Ja para ca ditësh iku një çift, apo më tha, do ikim në Amerikë ta për një jetë më të mirë për fëmijët tanë. Thash, po ju s'keni akoma fëmijë, dhe nuk e dini se do keni apo jo. Se ju tani u martuat tash para një jave. Kemi shumë dhurata që na ka dhënë.